Çfarë do bënte mami nëse do lija kursin e baletit? Do të dënonte përjetësisht. Bëj pak spektakël fresh. Ose ndoshta në vend të kësaj, si mendon që ne të tre ta hamdu një biftek të skuq në zgar, Plago? D-E-S-H-T-A-K. Çuna me të vërtetë e keni ju? Po luani me skateboard ndërkohë këtë po kalojnë në krizë eksistenciale. Kemi vënë bas 5.000 lekë dhe normale që do luajmë se më duhen lekët për drek. Ti do vdesë shurie, Plago. Pra, krizat e tua më kanë vënë edhe mua në mendime, Triki. Ligji 3 i Newtonit thotë që çdo veprim ka një reagim të barabartë. Wow, kjo do të jetë për kryer. Oh, ju mendoni se mami im do më detyroj që të lësë bëri skateboard? Është e vështirë të argumentosh me Newtonin. Unë jam me Donin. Mami jotë është goxha e rrept. Shikoja këtë, Plago. Baje mend posta mora atë 5.000 lekshin. Por ajo do na surprizonte sot. Jo, këto ditë vetëm një gjë që më ka surprizuar ka qenë ajo salsa kosi të Xhekut që bë pisa të ditë që po hante sufllaqe. Oh, Plago. G-E-S-H-T-A-K. Faktikisht ka një studim shkencor që mund të shpjegojë çorapet e buta të Xhekut. Se të gjithë kemi evoluar nga 2 këmbsha ujor. Po çfarë lidhje ka kjo në fakt me? Këmbë të lagura do ishte interesante. Nuk do kemi nevojë as për çorape brenda atletëve. Nuk do të kishte asnjë mënyrë të ndodhte një gjë e tillë, Plago. I urrej frutat e detit. Në rregull pra, shiko këtë. Unë jam nana si Benihana, do të bëhem si Supermani, i tëri i bëri. Jack, ti nuk mund ta bësh një gjë të tillë. Nuk kam zgjidhje tjetër. Ato lek më duhen mbrapsht, po ngordhurie sinqerisht. S'mund ta besoj 300. Nuk mund ta besoj. E marrë mira, punova fort për këtë qasaj. Natë më vjen. Nga këndvështrimi im nuk besoj se kemi evoluar. Thjesht po bëhemi si prindit tanë. Ose ndoshta ndonjë gjë të ngjashme. Pra, teoria ime është se ne kemi evoluar nga jeta mikrobike. Si për shembull, mikrobët që kanë ardhur ndoshta nga shkak i meteorëve. Çfarë? Ti po thua që ne jemi alien? Pikërisht. Duhet ta them. Këtë 5.000 lekshin e meritove, po mirë të ma jepje një sufllaqe, Plago. Tani shojmë si do na shkojnë punët më vonë. Gjithsesi, por kam disa plane të tjera. Teknikisht, valet zanore mund të shpëtojë nga fushat antigravitacionale. Që do të duhet për të furnizuar me energji të plot një UFO. Në fakt, kemi dhe jetit të kanatës si gjithmonë. Ose ndoshta jo. Të kapa. Një ditë të turbinë rikuperimi. Konfiskojeni. Më mirë ta vazhdojmë. Sa për tani. Jo përsëri. Mami, hape derën. Ma merr mendja se ky është e yt birë.
Tani ti dëgjo këtu zotri. Unë nuk e di kush mendon se je, por ti nuk e të drejta prekësh djalit tim në këtë mënyrë. Djali yt dhe shokët e tij ishin në stacionin tim të metros dhe duke shkaktuar të lashe përsëri. Ishte hera ime e parë në një hoverboard. Në një çfarë? Dua të them, bordi im i ri. Po, çfarë do justifikimi? Ti duhet ta mbash atë në një litar më të shkurtër. Hej! Ti nuk mund t'i thuash mami tim se çfarë të bëj. Ajo është mami më e mirë në gjithë botën dhe nëse provon ti Në rregull, Jack, në rregull. Je shqetëson. Merrem unë me këtë. Bene. Ti shkon në dhomën tënde. E ti? Mendo se çfarë ke bërë më pas. A ishte e tepruar kjo? Mos u tregova e ashpër me të? Nuk e di, zonjë. Ai është një fëmijë shumë i mirë. Është shumë i ëmbël. Dhe zakonisht i sjellshëm. Unë jam një mama beqare. Punoj me orë të gjata në punë, por e di që në një farë mënyre, ai do filloj të sillet mirë. Lërë të lirë, zonjë. Qenim nuk i pëlqen atë. në rregull, jo keq bëre qavës. Shiko, unë po mundosh ta zgjidhja këtë gjë vetë. Kështu që mos i shqetëso. Nga nesër, ai do të jetë i bindur. Çeku është një djalë i mirë, dhe nuk do ta konfirmoj më. Koha surfit, kush është në linjë? Jacob Bredlon! Jene të lashe të më dha tani, zotri! Ulu! Mace! Proshutën dhe djath? Po, proshutë dhe djath. Shumë mirë! Shiko, haroje surfin, më tako tek moli. Po vdesuri e plako. Kemi dhe 3 patate që do thyjmë rekordin. Triki, duhet ta shohësh këtë. Po vis! Beatrice, kjo veshje është e përsosur si pas mendimit tim, por mëngjesi ka filluar para 2 minuta që e dashur. Të më falësh mami, por për më dhej që të kthesha mbrapsht të mira kapucët të baletit. Kisha haruar recitalin sot. Moj bi, si mund të harosh recitalin tënë më të rëndësishëm? Çfarë recitali? Duke i njëruar babain tënë, të gjithë ne po vdesim që të shohim recitalin tënë të radhës. Pra, më thuaj Beatrice, nga cili kompozitor ti ke për të kërcyer në recitalin e sotshëm? Tchaikovsky apo Stravinsky? Unë duhet të largohem, është e rëndësishme. Seriozisht Beatrice, një sjellje e tillë nuk është as pak etike. Unë mendoj që është çesharake sepse duket rebelimi po thare. Lufta e për 2 pjesë. Zot.
Mbarova. Mbarova, por me kam poshtu sërish në këtë lojë. As pak etike kjo gjë, nga të dy ju. A mund të largohem tani? Mirë, Po por... shfata në bja ime. Shihemi sot kërë recitali. Cause I'm not stereo. Mono forever stereo. Tip it together. Beatrice! Riki, shiu diku. Beatrice! Më vjen shumë keq zonjë. Kë... Oh, shiko robat e mia. Herën tjetër do të jem më e kujdesshme zonjë. Shpresoj që mos të ketë herë tjetër se për ndryshe. Mami, më thirrë gjë? Po, unë dua që të përdorësh këtë si trashëgimi familjare në recitalin tënd të sotshëm. Trashëgimia jon familjare. Prit, mos do të thua që... Po, i përket familjes Fairchild. Po mendoj nëse prezantimi do të shkonte përsëri keq, si gjithmonë, të paktën këtë herë do të dukesh me pozitivitet dhe të tjerë do të lakmojnë. Wow, unë jam pa fjalë komplet. Oh, jo varë se të shkon kaq shumë dhe duket hynore tek ty. Më kujtojt kur isha e re dhe e vura. Ai ka thyer rekordin. Po mendoj se tani ai ka probleme në ofull gjithashtu. Takohemi në spital. Më fal, mami, me të vërtetë që më duhet të largohem tani. Faleminderit për varsen. Është trashëgimi familjare! Shikoni, pas ka dhe gjë të tjera në menu. Jo, frishësh rob zotin, një gjë do ai zakonisht. Përse të mos mëshme për sos marin. Burgat e molit janë të mrekullueshme. Çdo gjë që bën Moli është e përsosur, sa do doja që çdo gjë të ishte falas. Sanduiç me dhe prapër shot. Herën tjetër porosite një sallat. Në fakt këtu më mungon një fetruke si për tostit. Dhe smoothie me përbërë shtesësh gati. A ke dëgjuar ndonjëherë për karjesi? Hamburger pikant i mbushur me djathë dhe marshmallow. Shpifur. Wow, kujdes atletet. Patatet të skuqura. E mërzitshme. Ha, më vjen keq për këtë. Mendoj se duhet të ngadalsoj nivelin e saj në mënyrën se si flet ajo me klientët. Mua më pëlqen ajo. Vetëm se ka harruar të më sjell ketçapin. Au! Shërbimi përfundoi. E tërheq mbrapsht atë që thash më parë. E di çfarë duhet të bësh për shpikjen e radhës, Doni? Një ketçap që shërben vet. Gjeku nuk ka asnjë muskull që të shtrydha të ketçapin në shkreti. Do ta vë në listën time. Ai ka probleme me ketçapin se nuk ka stilo vlla. Disa patate të skuqura si këto kanë nevojë për majonezë. O plak, mos përjetu deluzione, majoneza shkon vetëm me vezë të fërguar. A do mbarosh me këtë ketçapin ti? Më falo vlla. Seriozisht e ke omet? Unë s'ke dorë, përdor si motor, se ritmi fort unë e ritmoj si autor. Ma jepi dorë, kërcej si kampion, sa patate s'kush me druon në bës. Mendoj se ti e meritonja. Ej, jo ka shpejt.
Do të bëj një Sanduiç. u shërbye. Të më falësh fresh. Ishte gjithë fajin për këtë që ndodhi. Jo, në fakt ishte imi. Nuk duhet të isha sjellur. Po, jolla të bërshme, shumë të frikshme, stilin e freshit jau, gjas me prisje, uj me sapun është vetëm një zgjidhje, laj atletet jalkë në lidhje. Asmani jo nuk do mërzitet. Të mbreti patatet i meriton. Je një shfarë, omrat. M'rregull omret. Shiko, me që ndihmove të pastroj atletet e shogut tim, e meriton gjithë këtë. Po, patatet s'kush me plako. Ew. Njam. Po, na hape bark me këtë bllacitje. Ti mund ta bësh këtë. Hej, Triki, ne po vim. Për 5 minuta na ke aty. Jo, të thash një herë Jack që të mos vish këtu. Do të vras. E kam seriozisht. Tre? Julia mori notën 3? Kush e di sa kesh më të dalë unë? Oh jo, Varsja! Tjetra, Beatrice Fairchild. Shiko çfarë ka veshur vajza jote. Mbase Varsja është paksa e tepërt. Është një trashëgimi familjare. Vallëzopra! Hajde më futemi këtu. Mirë. Ups, sa të shkon? Ma fal. Më fal zonja Fairchild. Freshi nuk del shpesh nga shtëpia. Po, e vorare. O plak, si me noti fusim në i talavat bukur këtu.
Wow, je e mahnitshme me këtë që bëre. Është mirë. Ha më zyshë se nuk ishte tallavaqet merrta atë notë. Çmenduri plako. Mirë pra, që ishte interesante, një kup akulli për 4 minuta e 37 sekonda. Dhe u bë me ujë të zjerë, me temperaturë prej 375 gradë. Në fakt, ajo quhet efekti Mbempa. Emri i kësaj u vendos nga personi tanzanis që e zbuloi. Shpresoj që ta kem shqiptuar mirë. Bob! Pra, për herën tjetër kam për të realizuar satelitët e mi të motit. Dhe gjej se çfarë, satelitët e mi nuk shohin vetëm kohën. Ajo e krijon vetë kohën. Bob, nëse mundesh, le ti tregojmë atyre Lorenin. Rein, e kuptuat? Në rregull, vazhdojmë. Mirë pra, ja si është puna. Babai im është jeft në shumë gjëra, por për kopshtarin nuk ja ka shumë iden. Dhe mos pa bëj të vazhdoj për sistemin e kishtë të mbrojtjes aty. Por, nëse nuk ka për të bërë që të Reni të ujë skopshin. Aty, babi im rrit perimet për restorantin e tij. Djema, do më shikoni ku të lëshoj satelitin tim? Po vjet një mesazh nga Djali Bukurosh. Kjo nuk është... Ai nuk është... Përse nuk do vish me mua dhe të tjerët? Balerina, tuatrokitja, hamburgeri. Ups. Suki, them mbrapsht. Po punoj me diçka me shumë ndësi. Por faleminderit. Raket, shmere, domate, karrota, patlıcan. Mesazhi u dërgua me sukses tek Djali Bukurosh. Në rregull, ku e lam? Si fillim, un kam për të provuar që të vendos satelitin 10 milë lart në troposferë. Nuk është për kur një gjë e tillë si kjo më parë. Më uroni fat. 3, 2, 1, nisu! Bobi kështë të drejt. E turpshme. Mendoj për një pajisje trampolin. Po vjen dikush. Jutani, të solla naft për trorin. Suki, ta kam thënë një herë këtë. Babi im nuk është një i huaj. He, Djema, njën me kryues. Hej. Faktikisht, ai nuk është kryuesi im. Unë jam e adoptuar, po përsëri, ai është babai im. Ose të paktën ai di të bëj diçka. Hej, babi, faleminderit për ushqimin. A mundem të të kërkoj një nder? Unë nuk e di. Deri yt i kaluar nuk shkoi aq mirë. Po, s'u shqetëso babi. Kjo ka për të qenë më e sigurt me 100%. Unë t'ja daj. I duhet vetëm një shtys e vockël fare. Dhe ajo punon. Ajo a ka thënë që babi im ka qenë një skateboarder profesionist? Çfarë është ajo? Ndoshta një apokalips? A ka ardhur ndonjë pushtim i alienëve? E po, normale që dihet që është Jutani.
E dini se çfarë qesharake? Kur ne ishim nuba, ne kujtonim se ky vend ishte i frikshëm. Unë akoma kam makte që ku shkatrova ata të Jordans që kisha këtu. Oh, E po edhe unë kam disa mangthe, kur Gjeku vishte ato rrobat e shpifra që i kishte çdo ditë. Ato që ai nuk i lante kur. Se është për të qeshur. Më mungojnë ato kohë. Nëse më pyet mua, ky vend nuk është as pak i frikshëm. S'të pyeti njeri omret. Forca Gjek, lëre hapet të shkretin. A ishte në botën e vet. Nuk i bëra gjë, unë thjesht tash që nuk pyetëm nëse gjitha kjo ishte e frikshme apo jo. Ta them unë çfarë është e frikshme. Ufot, dhe duhet ta dini se më ka rrëmbyer një herë. E shikon se çfarë po them? Mos e merr seriozisht ato që thot ai. unë nuk e di, ndoshta e ka një shpjegim. Prindërit e mi gjithmonë thonë se unë jam i papar, se kam ADN aliene ashtu siç ka Jutane. Kjo është e papar. Me qëra fjalla për Jutanin, tani ajo thot që të takohemi në një vend. Ajo ka diçka për të na treguar. Ajo thot jashtë kësaj bote me 12 emoji prej alienësh. Në rregull. Tani u friksova. Çfarë? Ah! Nuk ka mundësi. Mirë se erdhët në të ardhmen e surfistave. shikoje. Atë si tip magneti që gjetëm, ajo është i teknologji antigravitacionale. Wow! Akoma po mundon të mësoj se si ta përdor teknologjinë e magneteve. Në rregull. Kjo duhet që të qëndroj sekret ose Unë i parë, ja! Jack, prit! Ajo është më vështirë që ta Seriozisht? Unë mund t'ja dal, ose nuk ja dal dot! a nuk mundesh ta stabilizosh më shumë atë? Ajo punon vetëm për 10 metra. Hajde 10 mirë. O, po! Siç po thoja. Nëse dikush zbulon që ne kemi një overboard të tillë, një overboard të vërtet, çdo kompani e teknologjisë në këtë botë do të dërgojë njerëz me steroidi që ta marrin atë. E imagjinoj që tani ata ndoshta na rëmbejnë dhe na fusin në ndonjë vend, pak a shumë si ato fotot e shëmtuara te galeria, dhe ata do të na bëjnë keq, derisa dikush nga ne të flasi. S'ka shanse që unë të flas, vetëm nëse ata merren dhe me bomin. Ndoshta, unë do ta bëj teknologjinë më shumë të hapur. Nuk është se unë e vodha atë. Madje nuk mendoj që ka ardhur as nga ky planet. Kjo më bën që të vjell! Por të drejtë Triki, për tani ne duhet që ta mbajmë atë një sekret. Po mendoj, po nëse dikush lëndohet. Ups. Ja vlejti! Përshëndetje bota e sportit. Unë jam Gjeku dhe ky është miku im Freshi. Ne ndodhemi sot këtu në parkun Deloran, për të cilën jam i sigurt që është një kujtesë e vjetër e paharrueshme. Te dita perfekte për këtë, jo si në shtatat, ere fort dhe jo lojtar koti. E gjitha se çfarë duan që të gjithë është se a mundet Triki që të mësoj Jutanin t'i jap skateboardit? Mire the, Çeki, por është pak e vështirë duke parë situatën. O, sanduiç, unë po mendoj që tani për një sanduiç me mish, atë salcën e veçantë, me ato patatet e mira. Paje vetën, vlla. Mendin ke loja. Dhe
U kthyem. Tani më quani mos besues, por unë nuk I mësoj këto gjëra më pak se 3 minuta. Gjë e cila unë mund ta quaj vetëm një dështim. Lere mos të anëzisim fatin për keq tani. Ndoshta ato të dyja mund të ta habisin ty. Pra, gjëja e parë tani është mbar balancën. Wow! Ja, shumë mirë. Lëvizje me trimëri tani jepi vetëm. Një rënje në tokë mund t'ja shkatroj vetbesimin asaj. Ti sikur po e mallkon. Ai tensioni është I madh, por unë mund ta haja me piru. Dhe nuk do vrisa mendjen. Po, si lazanja. Sikur ta kisha një copë. Mjaft me kaq, Jack. E pamundur, ajo ja doli. Wow! Unë do të mësoj një stil tani. Mundo të mos e sforcosh mbeten. Konkreti nuk është shoku yt. Por që tani triki vetëm diçka fillestare. Po them, sa e vështirë ka për të qenë. O, zota, e pe atë fresh? Ai spurdhjaku I vogël sa po bëri një saltro shumë të madhe. Le ta shikojmë përsëri. Oh, po. oh, sot. Oh, jo. Wow. Mirë, në rregull. Unë do të mësoj të stilin më të lehtë që unë di ju tani. Quhet tic-tacs. Thjesht ngriu dhe ktheje. Ja, kështu. O, plako, me të vërtet po ja mëson ajo atë? Mi se edhe në tokë, Jack. Ai është stili I parë, plako. Pa, pra, po si. Sikur po jep mësim karamelesh ajo, megjithatë duke njësoj. Pra, pse quhet tic-tacs? Ku e di unë? Thjesht provoje. E po, teknikisht është shumë që është tic-tac. Haruje emrin, ajo nuk ja vlen. Mirë atëherë. Unë kam për të mësuar ty 180-ën. Ndoshta është që ti mban balancën e saj me themrat e këmbëve. E di? Tic-tac. Këmbë. Dhe triki u rikthyet tek bota e saj e lumturisë. Ajo do ta bëj këtë për 2 minuta e 47 sekonda. A e thash mirë këtë apo jo? Ti e knaqe fare, shoku. Më ra mendja tani për ca tacos me shije pule. Lëre fare se do e marr një suflaqe pa qep. Jo tani, plako. Sa të mira që janë. Lëre fare tic-tac. Unë do të provoj më të vështirën. Sikur ta kisha një tani. Nuk ka asnjë stil që quhet në 90-ta. Ajo arome mirë. Unë do ta quaj këtë stil ju turni. Po largohem nga këtu. Po largohem nga unë. Si të zbres nga kjo gjë unë tani? A je mirë ju tani? Po largohem nga këtu. Ja, le ta bëjmë këtë. Jene. Bomi? Ajo bëri vetëm 5.000 milje në rrugë, vetëm për të vazhduar rrugtimin e saj. E ke parë gjubumin? Mami! Se kam parë fresh, madje s'të kam parasysh të hash mëngjes gjithashtu. Gjyshi, e ke parë gjubumin? Motor! Akoma e duke bërë zhurmë. Lëre fare parkun, e jam më tako tek ai dyqani, jam duke vdekur për të ngrënë.
Oh, pra ti mund të lexosh. Ose jo. Ti po fshen ndonjë gjë. Ku është ai vëlla? Ku është bumi? Më dy lisa s'ka më shih fare. Devin, po ti këtu. Bumi! Plako. Bumi! Hä? Oh. Jo, ti s'mu ta kesh pudingun tim. Ajo është pjesa më e mirë. Vazhdo pra, provo që të më godasësh. Unë nuk ta jap pudingun tim. Çfarë? Faleminderit miku im. Ti gjithmonë e di ku e kam një ëndër të keqe. Sa herë më duhet që t'ja përsëris atyre? Jo në zonën time. Ore, për kujdes! Prit pak, ju djema nuk mund ta përdorni atë kaq lehtë në këtë situatë. E po, teknikisht është një formë antigravitet. Në fakti nuk po e kupton. Sot nuk është si ditët e tjera të zakonshme. Ja ku po janë jes përsëri ai. Sot, sporti më i fortë i skateboardit që ne e dim se u bë kjo gjë, dhe ajo që duhet të them është ky overboard ka për të ndryshuar gjithçka, dhe për në të katërt kemi për të u bërë si unë mund ta shikoj, por Po tani, çfarë po ndodh? Oh, tani e kuptova. Auga! Qeni! Ne kemi për të bërë ushqim qeni. Akoma. Çek, ne duhet televizin. Më lër të përqendrohem. Ai qen duket pak i egër. Arti nuk bëhet shpejt, më kuptuat. Ja bëre gropën vetes Picasso. Pra, çfarë mendon? Bukur, Plako, bukur, por e ke lënë edhe aty. Plako, çasu skifterie. Fresh? A do që të bësh ushqim për qend? Igon! Mërbur. Është me ngjyra. Por jo në zonën time. Ktheu këtu, kap atë, unë do të kap ty. Eja këtu. Dhe një turpin tjetër u rregullua, konfiskoje. Thjesht vëzhgojë. Sa për tani, Kjo turbin që ne gjetëm është teknologjia antigravitet. Ajo do që ne të takohemi tek zona, dhe thot që nuk është nga kjo botë. A ju largua atje?
Vleu këtuti, shko kape! Po më duket mua apo ti dukesh më i shpejt sot? S'ke për të më shpërqendrua mua me këto hilet e tua! Por që është e vërtet, ka vazhduar që të bëj pak palestër! Hej, qa bone plago? Mirë, po... S'të ka kapur akoma? Kush roja e? Jo. Për mua kjo është i loj me kalamajt e kokës. Ajo si sufaqe me Tokyo Pite plago. Aj, martë e mira, ja se çfarë bëre tani. E urrej që të ta them këtë, Jack. Por një ditë mund ta postosh kiq fare. Wow, kjo ishte afër. Jack, mbrapa teje! Vetëm prit tani, se si ke për ta paguar këtë, ti more! Po. Jo keq, po. Jo kot fare kë. Voila. Voila. Dreqi, ku shkoj ai? A mos është aty poshtë ai? Dhe më tha diçka që të qëndroja sot në shtëpi, dhe horoskopi im më tha që të rija sot.
Më thoni që ju dy superherojnë të dorëzuat ka shpejt. Forca tani, ne sa po kemi fillu. Të kemi thënë që do të kapim sot, dhe këtë herë do të dërgojmë tek mamaja jote. Jo, prisni pak. Po ajo tjetra çfarë është? Ajo ishte një... nuk është puna jote që ta dish, ka mjafton. Ky është një sekret midis stafit.